Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah al-Mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojm. Prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun azza wa jalla për mirësitë dhe begatitë e mëdha. Sot me lejen e Allahut azza wa jalla vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mbetëm në pjesën e presioneve që jo muslimant ja bënin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëna nga format që njerëzit mi largu prej fesë, prej dinit të Allahut që të largohen, kanë qenë dhe do t'jenë deri në kiamet zullumi, padrejtësia, sulmet e ndryshme e jo muslimanëve ndaj muslimanëve. Vetëm se këto forma, këto mënyra dhe të dallojnë dhe ndryshojnë prej në kohë e në kohë. Ata vazhdimisht taktizojnë dhe mundohen që zullumin dhe padrejtësinë e vetë me mbulu me arsjetime të ndryshme, të sët pa dyshim se janë të pabaza, të sët pa dyshim se na muslimant jemi të vetëdijshëm, se një gjë e tillë është realitet dhe është përbetimi atyve se muslimant dhe muslimanve do t'ju bëjmë presione derisa të ekzistojë kjo dunjë. Zotën edhe kiameti nuk do të ndodhë pa arrit zullumi kulminacionin e vetë. Nga rastet që do të përmendim sot, është rastet që Urwa ibn Zubair radhiyallahu anhu thot e pyeta Amr ibn Asin. Urwa ishte nga musliman nga sahabët që pat pranuar Islamin pak më vonë. Kurse Amr ibn Asi ishte nga muslimant që pat pranuar Islamin bajgi më herët. Edhe e pyet Amrin, i thot tregoma një moment dhe një çast shumë të prekshëm në jetën tënde që ka të bëjë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kallëzon një ndodhi që ka ndodhur në Mekë dhe periudhën Mekas dhe zullumit Mekas, që është nga rastet më prekse që ti e di. Thot nga rastet më prekse që unë e di, është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falë në brendit të Qabës dhe tamam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi në sejdë, erdh Uqba ibn Mu'ayt, i cili ishte jo musliman, nxori teshen e vetë prej trupit, ja lidhin fit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe deshi ta mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe deshti me mbyt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Derisa thot Uqbeja, me të shpejt erdhe Abu Bekri radhiyallahu anhu, dhe e largoi atë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e shpëtoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ky rast ishte nga rastet në sejdë duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rastin tjetër që përmendmi këto është kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam del në Kabe me bë tavaf. Shtëpia e Zotit ka dalë një njeri me bë tavaf. As kanë se këshiri shtremt, as kujt si tha asgjë. Dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam derisa kaloi rreth mushrikëve të Mekës, tamam mrike me kalu rreth atyve, sikur që është Qabja e keni pa, që duhet me shku rrotën. Ata e shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e nënçmojshin, i lëshojshin fjalë, me cilët fjalë e nënçmonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe për një herë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me të kthime, kur e pa se këta janë duke tepru dhe nuk kanë kufi në fjalë
në ofendime dhe poshtrime në nënçmime, ju këthi dhe ju tha, vallahi, tha, gjitukum bidhebh. Kjo është nga rastet e ralla, kur Muhamedi s.a.s. Qka është shprejnë këtë formë, nda jo muslimanve midis qabës. Edhe ju tha atyne, vallahi, tha, pasha një zot, ka marrë dita, tha, ka më ju thejrë, tha, gjithve. Edhe ata gjithë për njëherë u largun, edhe ma asni fjallë, as kush nuk e tha. Kur rreth atimve, ata i thanë, o Muhammed, në ty të njofë mi sabërli, këshirni, së është dënë me boat sabërsës. Dhe me se ty u gutën këtë rast. Por çka ndodhi, shkun dhe organizun me kasit tjerë, dhe thanë, ajna ka thonë neve kështu, e të nesërmën ko me paj. E të nesërmën, thanë, kina mu boj gjithë bashkë, kina më mshu për njëherë që kur kujtë mos të mej se fajë. Që mës me pas familja Muhamedi s.a.s. kuj me alip hakin e gjakit. Shërë mbi shërë, e keqe mbi të keqe. Dhe ashtu edhe ndodhi të nesërmën, e pritnin Muhamedi s.a.s. marrë me bo tavaf, dhe tamam ai janis me bo tavafin, këta gjithë për njëherë e rrethojnë pejgamberin s.a.s. dhe çka bën gati mi më shumë. Për sëri Ebu Bekri radhiyallahu anhu hin në mesin e gjithëve me të shpejt, kurse dihet se Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë njeri i lisht, i dopt, aq i lisht, sa që do të thotë tesha nuk i ka nejt në kokë. Kështu tregojnë transmetimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka qenë njeri i lisht, megjithatë azgallëki nuk është me killash. Azgallëki nuk është me trup të madh, është me iman, është me guxim, është me bindjen në Zot, se drejta fiton çdo herë. Dhe hinë Ebu Bekri në midis gjithve, dhe i thot, e taqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Thot, me çfarë drejte doni me vrani njeri i cili vetëm pse thot Zoti e mosht Allah. Kaç të ke pejgamberi, më shumë s'te ke kur gjë. Veç të ke Zoti e mosht Allah, Zoti em nuk është lati, oza, këto putat idhu që i kini ju, Zoti e mosht Allah azza wa jall. Këtë s'te ke ndryshe pi atimve. Dhe me kasit tak u ndalën dhe u largun nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por zullumi kajher i bje dhe ato të mirët e drejta. Zullumi i bje dhe të mirat e vete, i bje rezultatin e vetë, e bje vetëdisimin e njerëzve, që njerëzit e shohin kush është zullumqari, kush është i drejti. Ebu Gjehli pa të marë për sipër dhe pa të thonë, me si ju tjerë kur gjosën banët, kishtaj ki zullumqari tjetër, kurse ki majmenqëm zullumin e vetë, sa kini me paunit që ka mi bon Muhammedit. Shkede Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e pa në skajt të qabës, dhe çka ndodhe? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam filloi me sha, ofendu, nënçmu, sulmoi edhe fizikisht Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por sungi me kaq. Kurse Muhammedin sallallahu alaihi wasallam vetëm heshke. As gjon, as bardh, as zi. As mirë, as keq nuk i theke. Vetëm shujke. Vetëm shujke dhe përcjellke situatën. Edhe ai sungi me kaq, shkoi e mor një gur të madh dhe çka ja çajti kryin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja përgjaki fytyrën e ndershme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë zullumi, çfarë zullumçare, merr guximin me prek fytyrën e ndershme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ama Allahu i ka lonat e vet. Hamza, që nuk ishte musliman. Hamza do me thonë Luan. Hamza, për kësim gjuhë shqipe, njëna nga emrat e Luanave, e Luanit është edhe emri Hamza. Për qatë shpërndajni emrin Hamza në për e vlat të jo. Harojni emrat të interimin të ato ma bashkore, ma levi që janë. Në gjithë një emrat sahabve, në gjithë një emrat pejgamberve. Edhe Hamza, kër e merr vesh ndodhin dhe rastin, prej këtij dhnotë, ku shoki me nguc, a i ka folë diçka, i ka nënshmundur, jove thanë, i kanë thonë kur gjo, i ka mri habere, i ka pyet.
Veç njeri ka këshiru dhe në vetë, e Ebu Gjehli ka ardhë kështu kështu ja ka bo. Hamza nxjerr shpatën e vetë, a Ebu Gjehli shkon strehot midis mushrikëve. I ka marrë erë se gaboj shumë. Hamza nxjerr shpatën e vetë, e thot kush është ai burr i cili manguz djalin e vllavit tem. Kush është ai burr ai azgan i cili e nguz djalin e vllavit tem. Edhe kur hin në Mekke, Mekazli i thot kush e nguci djalin e vllavit tem i cili e ka fenë që unë e kam, a ki alas ish musliman. Ama dashuria ndaj drejtësisë dhe hakit e shtini që ky me thonë se unë jam musliman. Edhe Hamza hin midis jo muslimanve, e rrej me të madhe Ebu Gjehlin, derisa e përgjak në gjitha anët, askush s'guxon me ndërhy. Ja kthen të Shamët, dhe si a ki bo po ta boj, edhe qka, u qunë familja Ebu Gjehlit, të dosh me marë hak kundra Hamzës, a i s'po lëviz gajlet se ka. Se haki e vërteta ish me te. Ebu Gjehli u qu dhe e foli hakin. Tha leneni se s'ka fajt, tha ki, unë i kam fajt. Unë tha djalin e vllavit vet, tha parzit e shajta dhe e rejha, tha me të pa drejt. I që pa mbo kur gjonë. Tha është e drejt e ti me marë hakin e vet dhe Allahu Azza wa Jall dashti me urtësin e vet, që prej këtij momentit Hamza të jetë dhe të bëhet musliman e të mbetet në krah të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në luftën e Uhudit. A deri në këtë moment askund nuk transmetohet se Hamza ka ndërhin diçka me thonën mos ja bani, mos ja ktheni nipit tem. Së shpërzi, është shpërzi e Abu Talibi. Hamza do thotë nuk është shpërzi as për të mirë as për të keqe. E as nuk përmendet dikush që i ka dalë në krah. Por kur e pa se zullumi arriti kulminacionin, kjo e shtini Hamzën që çka të bëhet musliman, e ta mbron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga zullumi i zullumçarëve, sepse e pa se gjithë kjo është zullum dhe padrejtësi. Siç ndodh edhe sot. Shpeshherë na muslimanët nuk kena në gjendje me mbrojt Islamin dhe muslimanët, si e mbron një jo musliman i cili veç don drejtësi. Dhe bëhet se vetë ajo që ai me pranu Islamin. Sa e sa njerëz kimi taku na vet, Allahu na ka mundsu që kam pranu Islamin, shkaku i padrejtësisë jo muslimanëve. Është bo ai musliman. Kur e ka pasë jo musliman, çfarë padrejtësi ju bëjnë muslimanëve? Ai çka është bo musliman. Ka marrë është interesu, ka lexu për Islamin dhe ka dashur Allahu që e ka pranu Islamin dhe i dal në krah dhe në mbrojtje Islamit dhe muslimanëve. Lusë Allahu Azza wa Jall që të na mbrojë dinin dhe imanin, të na bën për krahas së kësaj feje të këtij dini, dhe të na merr shpirtin me iman, duke dëshmu me bindje dhe krenari fjalën La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.